Përshëndetje Vlora. Jeta është gjithmonë një rast dhe një rast i ky vjen edhe në Vlorë, në qytetin e bukur të Vlorës. Do shpresoja që në të ardhmen të mund të gjendesha pranë jush në një tjetër formë, të mund të isha më afër për të ndihmuar Vlorën, qytetarët dhe mbi të gjitha për t'i dhënë Vlorës si edhe gjithë Shqipërisë një vlerë më të shtuar. Të rinjt janë ata të cilët kërkojnë konsolidimin, kërkojnë forma demokratike, janë ata të cilët reagojnë dhe ngrën zërin. Por dua që të shikoj të rinjt që futen në politikë sepse duan të bëjnë një ndryshim. Të ndryshojnë politikën shqiptare, jo politika shqiptare të na ndryshojnë na. Padrejtësia më e madhe e botës apo krye padrejtësia që ti sheh? Arroganca e punonjës dhe publik, unë mendoj që duhet ulur dhe kontrolluar, që është një nga pikat që duhet patjetër që të reformohet. Jemi më optimist për të bërë gjërat më mirë dhe për të besuar në vendin tonë. Pastaj le të besojnë të tjerët. Nëse ne nuk jemi dhe nuk përpiqemi apo të marrim hapin apo iniciativën për diçka si mund bëhet ky vend. Nëse kauza është e vlefshme, komplet fenomeni zhvillohet në mënyrë natyrale, frytet do jenë bio, edhe e ardhmja do jetë e shëndosh. Sepse nëse është një kauzë barabartë apo mendojmë njësoj, është një njëjti mendim, ja vlen që të bashkëpunojmë bashkë. Nëse është e kundërta, nuk ja vlen. Më kujtua një thënie e një programuesi amerikan, James Clark, kur thoshte: "Një politikan mendon gjithmonë për zgjedhjet e ardhshme, kurse një bush shteti mendon për brezin e ri." Më thej që libri i të jetës është shumë i rëndësishëm. Nëse përjeton një libër, një vuajtje, atëherë del gjithmonë në jetë i fituar. Këtë ditë frymëzuese dhe Gazi mos më ishte turin mua. Lëm të flas. Nuk dinte lopa se çfarë ish bishti. Unë do ta por mësoj kur ja pren. Nuk dinte Partia Demokratike se çfarë ishte pushteti, prandaj e humbi. Gazi, e tregon ka planin ti te gjykatësi? Jo. As që bardhoshja ka ditlinin. Për momentin kur ti njihesh një veten, atëherë je i aftë të marrësh përgjegjësim shumë, atëherë bëhesh i aftë të mos të qeshin, po dhe të njihesh për mirë edhe nëse të qeshin ata që s'din. Na futën në bela, secili ka një karakter kaq të veçantë, interesant, tani na futët në bela vërtet. Ne socialistët se mbajmë dot një gjë për brenda, ta themi. Po kjo dhe mund të marrë në qafë politikën. E mbylla. Filmi i preferuar është Dy Armat, sepse pasqyron një të vërtet që mendoj që duhet të ekzistojë te rinia, që dhe një vajzë e vogël mund të një kampion. Po kur pash që ishte vetëm goca, mora guximin dhe u ngrita. Ne duam këtu të prekim shkëndijën. Ajo që ty të bën lider është ajo çfarë ke ti brenda zemrës tënde. Ti ftoj të gjithë, të bëjmë një foto se cili do të jetë rezultati, një gjë është e sigurt, do të jemi përsëri bashkë.